Dhuna si fenomen i ka mëtshëm, nuk është se ka treguar zgjidhje të problemeve të cilës do fush. Përkundrazi, dhuna cënon mirëqenien, cënon familjen, më së shumti fëmijët, cënon ekonominë, por edhe sistemin dhe funksionimin shoqëror. Si filloj? Me një fjalë e sjellje e cila më pas bëhet zakon. Kur njerëzit komunikojnë mirë, marrëdhëniet kryen të lulëzojnë dhe të rriten. Këto marrëdhënie shpesh përshkruhen si përmbushse dhe jellëdhënëse. Nga ana tjetër, kur njerëzit komunikojnë dobët, marrëdhëniet rrudhen dhe përshkruhen si raskapitëse, boshëse dhe shtërruese. Trajtimi i heshtur, fajsimi, injorimi apo mosdiskutimi, manipulimi, tallja, përbuzja, turprimi dhe shpifja janë forma që godasin njëjtë, këdo. Rritja në një mjedis ku ushtrohen dhuna nuk ketë një ndikim shumë të thellë në jetën e një familje. Përveç rreziqeve në aspektin fizik, dhuna në familje mund të ndikojë edhe në mirëqenien e familjes dhe në njësër çështjesh të cilat manifestohen më pas në sjellje, në aspekt emocional, social, zhvillimor, edukativ dhe arsimor. Krijimi i një bote pa dhunë nuk është përgjegjësi vetëm e sistemeve qeveritare apo organizatave ndërkombëtare. Secili prej nesh ka një rol vendimtar në promovimin e paqes, në komunikimin ton të përditshëm dhe në komunitete më gjerë. Mësoni paqen, edukoni fëmijët për vlerën e paqes, tolerancës dhe rëndësinë për një shoqëri pa dhunë. Sot kemi mekanizma mbështetëse për ta luftuar fenomenin sikurse qysh është kjo e dhunës. Ajo që ka nevojitet është bindja për ndryshim dhe nisma drejt ndryshimit, për një shoqëri të shëndorë dhe shumë funksionale.